dojmë me shku thot në haxh ose në umre. Mirë po nuk folim me disa antarë të familjes. Më varet pse nuk folni. Nuk është patjetër që me u pajtu me gjithë secilin, edhe nëse të ka bë zullum. Nëse i ke bë dikuj zullum, atëherë pajtohu. Mundohu, po flas me u pajtu. Mundohu me u kthy hakin njerëzve. Po ka raste kur nuk më varet prej teje kjo gjë. Prandaj nuk është kallup. Pa qare ti që po shka në haxh numre, dush mu pajtu me krete, me shku mi u përull atyne që se meritojnë respektin, me shku mi u lyp halal atyne që në fakt ata duhet me lyp ty halal. Me përull vetën në atë masa, me i knaq lëllëj idiotësh. Lëllëj zullumqare. Andaj, ky rregull që patjetër me fol me krete, mi u lyp halalin, nuk vlen gjithmonë. Nuk vlen gjithmonë, pra duhet me shqyrë sebepin pse që është tek. Ka herë ma mirë me nejtë me dikon larg i hidhnum se sa i pajtum. Normal, nuk nëzitim neve për hidhrem, por ka raste kur është zgjidhja ndoshta vetme arsyeshme diçka e tillë.